Mirë, si e ti? Mirë. Qa pas ke veshur shumë? Kam veshur diçka të lehtë edhe erdhe një xhiro. Diçka të lehtë? Të lehtë. Ke veshur një palto? Po, një palto. Pardesy. Po çfarë do të thënë kjo është stili i ri ky? Është një inspirim nga Kim Kardashian në Paris. Edhe më që thash Paris, çfarë është bërë në Paris? Po me pritje mos të kaloj pak kollaj, një sekondë, tani prit do të çof ti ke veshur xhipeta poshtë apo jo? Kam veshur. Ai ke kështu nga këto pa topa. Ma vonë ato që kanë posen atëherë xhipeta që ishin kështu me të dukshme? Po, ose të zezshme shumë. Jo. Okej, mirë se erdhën në Gossip TV, startojmë sot programin këtu në In. Jemi duke u bërë gati për të folur për një gjë shumë të zezshme, në fakt. Diçka shumë e bukur që të gjitha gocat edhe jam e bindur shumë meshkujt e kanë ndjekur sepse Victoria's Secret u zhvillua në Paris edhe kanë qenë modelet më të bukura, më të famshme, të cilat kanë sfiluar duke veshur veshje nuk mund ta. Veshjet e veta që veshin Veshje nuk është, po kanë qenë plot Swarovski, pupla të brendshme, të cilat kanë qenë të stiluara shumë bukur. Edhe duke pas parasysh që Victoria's Secret her pas here e pas here. Në fakt Victoria's Secret mbahet të brendshme. Gjatë gjithë kohës bën sfilata shumë të bukura për të vërtetës, organizon në një formë shumë spektakolare, fton gjithashtu të ftuar special. Dhe këtë radhë ka patur të ftuar The Weeknd, ka kënduar këngët e veta The Weeknd tek The Weeknd është viti i dytë rresht që performon në Victoria's Secret sepse The Weeknd është një fenomen, mund të thojmë. Unë personalisht e adhuroj si artist, si mashkull. Si mashkull? Si mashkull. Çfarë do bëje me The Weeknd? Më pëlqen shumë. Do të puthje për shembull vëlla? Është shumë i mirë, më pëlqen shumë. Okej, është mish pak i shkurtër. S'ka që se mund të çohesh në majt këmbëve, në majt gishtave. Po, më pëlqen shumë. Çfarë u bë është që Bella Hadid ka qenë e lidhur me The Weeknd, që e ka emrin ndryshe, e ka Abel, po kanë qenë të lidhur 2 vite dhe pas disa javësh u ndan ata të dy. Po tani çfarë të bësh që puna ndonjëherë të bashkon. Edhe kur performonte The Weeknd, Bella sfiloi përpara tij. Po momentin të gjithë kemi qenë duke pritur që do jetë një moment sekletshëm. Të dy këtë momente sekletshme? Ma më duk shumë fakt, po shifja dje, kjo ka përfunduar në çdo portal të mundshëm online, po shikoja dje këtë lajmin që Bella Hadid ka patur një ballafaqim me The Weeknd, duke qartë që të dy nuk është se ishin shumë të entuziazmuar për që po shikonin njëri tjetrin, ose më saktë nuk më dha të ndjesinë. Po jo, ishte domethënë kjo tipja pak si e turpëruar me idenë që po di çfarë bën këtu pas ka ardhur, ti pa çfarë. Edhe ti pas ka ardhur. Edhe ky që është domethënë nga pjeca e të pasmeve, që është pas ka ardhur mirë. Jo, në fakt, unë e kam pasur atë. E kam pasur. Ta di që kam bënë asaj. Te ka bele kështu të hami, pas kanë nxjerrë. Kujto. Nëse gjithsesi ndoshta këtë ka kujtuar Bela që ka bërë atë fytyrën kështu si çuditshme. Por ndër të tjera ka qenë në një tjetër moment, ky është akoma më i sikletshëm për Belën, sepse siç edhe ti pak përpara që ta kanë ja 2 javë që janë ndarë. Bella Hadid është kapur në një avion duke shkuar për në një vend, sikur po shkonte çfarë. Nga një shoqë e saj, gjithashtu modeleve, dhe kapi rastësisht një foto e shoqja kur Bella ka qenë duke parë një foto që ka qenë bashkë me Abel. Po, Bella ka qenë me telefon në dorë duke bërë scroll tek fotot e telefonit edhe ishte ndaluar tek fotoj me The Weeknd, që ta kanë qenë duke u puthur në të. Kështu që ndoshta i mungon. 2 vite ishin ato. Po pra. 2 vite ishin. Ka normal i thua. Po, besoj se po. Tani ajo dha në një intervistë tha që ne jemi shok shumë të mirë, edhe u pan që kishin dalë bashkë, dhe jemi shok shumë të mirë. Nga momenti që je shok shumë i mirë, atëherë pse ndahesh? Pse ndahesh, po, riflet e mund pse ndar këta. Po ta vësh re për shembull, hold, po ta shohësh me sy kritik në pjesën e fotove. Ti shef Belën që kalon te pasarela, shef Abel The Weeknd pra që shikon të pasmet kësaj, thua, okay, ky pas ka akoma një lloj feeling, pas ka një ndjesi për këtë. Por jo, sepse ky kështu po ka me të gjitha. Po çfarë po shkon këtë foton që po shihim tani pra që ky është me gjitha modelet e Victoria's Secret. Fiksuar dikuaj. Alessandra Ambrosio, që gjithë dinë se çfarë lloj seksi është Alessandra, normalisht nuk është se doli pa i bërë përshtypje edhe The Weeknd, dhe duket qartë që është fiksuar te gjoksi i saj. Okej, e vura re që ka qenë fiksuar te gjoksi i saj, thjesht Alessandra nuk mbahet për gjoksin, nuk ka gjoks realisht. Ndoshta thjesht rastisi tani momenti që pa aty. Kjo është e vërtetë, gjithsesi s'ka parë ty akoma The Weeknd, kështu si e bërë sot, po do të shifte do dinte kështu, do ta kishte atë pardesyn. Okej, mirë, vazhdojmë te një tjetër moment interesant i Gossip TV. Ka një moment tani për të parë një insert shumë interesant që ka të bëjë me VIP-at, që me sa duket i pëlqen që të bëjnë seks me të dyja sekset. Do thoni veç kjo. Po shikoni një. Kur je i famshëm, njerëzit janë gjithnjë të interesuar të dinë për jetën tënde private dhe çfarë ndodh në dhomën tënde të gjumit. Aq më tepër kur je një personazh publik që të pëlqejnë të dyja sekset, pra quhesh ndryshe biseksual.
Megan Fox. Që nga viti 2012, Megan Fox ka qenë e martuar me Hank Brian Austin Green dhe të dy kanë disa fëmijë, por përpara se të martohej, ajo i kishte deklaruar hapur se kishte preferencë të dyanshme seksuale. Tash themet u konfirmuan në një revistë në vitin 2009 përpara se të dilte filmi Jennifer's Body. Në film, Megan Fox pati një skenë të nxehtë me aktoren Amanda Seyfried e më pas deklaroi se nuk ka fare dyshime për faktin se ajo është biseksuale. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk. Billie Joe Armstrong. Lideri i grupit Green Day, Billie Joe Armstrong e deklaroi veten biseksual në vitin 1995. Kjo gjë shokoi të gjithë botën pasi ai sapo ishte martuar me gruan e tij një vit më parë. Gjithsesi, suksesi i grupit nuk u ndikua përkeq nga kjo deklaratë e tij. Pas kësaj, Billie Joe u njoh edhe më tepër për faktin që rinte dhe i kapte dhe i puthte pjesëtarët e tjerë të grupit gjatë shfaqjeve në skenë. Në vitin 2014, Armstrong foli për revistën Rolling Stone se albumi i tij i Green Day me titull Dookie është i rritur ngushtë me biseksualitetin. Lindsay Lohan. Seksualiteti i Lindsay Lohan është një temë e nxehtë e cila po zgjat prej vitesh tashmë. Kur ajo filloi të rinte me Samantha Ronson, ishte tashmë e qartë se diçka intime po ndodhte. Në një intervistë me Marie Claire në vitin 2008, Lohan tha se Samantha e ndihmoi atë që të qëndronte larg festave të çmendura, shfrenimit, dhe se ajo kishte kuptuar që ishte biseksuale. Gjithsesi, më vonë në vitin 2013, ajo i tha gazetarit Piers Morgan se ishte straight. Pavarësisht kësaj, duhet kemi parasysh se jeta e Lindsay Lohan është gjithnjë me ulje dhe ngritje dhe jo stabil, por duket se ajo është ende në zbulim të vetes. Cara Delevingne. Cara Delevingne është një modele angleze dhe aktore e cila së fundmi ka dalë hapur duke thënë se është biseksuale. Por në revista, ajo është shprehur se mendon se edhe mund të jetë një fazë kalimtare. Delevingne u shpreh më qartë për New York Times se biseksualiteti i saj është një pjesë e pandar dhe jo një fazë. Në këtë moment, ajo prezantoi të dashurën e saj, muzikanten St. Vincent, dhe tha se ndjej shumë e lumtur. Bukurosha gjithashtu u shprehur se nuk ja pranonte vetes faktin se ishte biseks deri në momentin që u dashurua me një femër në moshën 20 vjeçare. Anna Paquin. Anna Paquin është e njohur më së shumti për rolin e saj si Suki Steakhouse në serialin e HBO True Blood, në cilin ajo shfaqet mjaft e nxehtë me bashkëshortin e saj Stephen Moyer dhe aktorin Alexander Skarsgård. Gjatë kësaj kohe, njerëzit ishin shumë kurioz për jetën personale të aktores, pasi mendonin se ajo mund të ishte e ngjashme me atë që shihnin në True Blood. Ajo doli si biseksuale dhe u martua me Moyer. Në vitin 2014, ajo tha për Larry King se ishte një mama biseksuale dhe ishte gjithashtu në një lidhje monogame. Bravo i qoftë kësaj. Amber Heard. Martesa e Amber Heard dhe Johnny Depp nuk është se shkoi dhe aq mirë, por për Amber ka gjithnjë peshë të tjerë në përdete, si meshkuj ashtu edhe femra. Aktoria u shfaq si biseksuale fillimisht në vitin 2010 në një event të bërë nga Aleanca e Mbrojtjes të Drejtave të Gejve. Në fillim ajo evitonte shfaqjet publike, pasi ishte e shqetësuar për karrierën e saj dhe se njerëzit do të merrnin deklaratën e saj. Por në ditët e sotme, Heard se ka fare problem të jetë vetvetja, të shfaqet hapur me preferencat e saj. Lady Gaga. Lady Gaga është parë gjithnjë si një nga figurat ikon të komunitetit LGBT dhe ka frymëzuar shumë njerëz të dalin jashtë nga dollapi i tyre imagjinar dhe t'i thonë botës preferencat e tyre. Gaga u shfaq si biseksuale në fillim të karrierës së saj, fiks në momentin kur publikoi këngën e saj Poker Face. Gjithashtu ajo puthet me një femër në videon e këngës së saj Love Game, edhe pse shtypi her pas here e ka akuzuar si mashtruese. Gaga ka këmbgulur se ajo nuk e bën këtë gjë për show, por realisht ndihet biseksuale dhe gjithnjë i ka dashur shumë femrat. Bella Thorne. Në gusht të vitit 2016, 18 vjeçaria Bella Thorne tregoi se ishte biseksuale pasi ajo postoi në Snapchat një video në të cilën po puthte një femër tjetër. Pavarësisht konfuzitetit që krijoi, Thorne i ra shkurt dhe ju përgjigj një fansi në Twitter pasi ai e pyeti nëse ishte biseksuale. Ajo shkroi thjesht një po dhe më pas i falenderoi fansat për suportin. Amy Winehouse. Miqtë të këngëtares Amy Winehouse kanë raportuar thënien e saj në vitin 2010 ku tekstualisht u shpreh: "Edhe çfarë pastaj? Më pëlqejnë dhe femrat. Kam patur lidhje me disa vajza, por kjo s'do të thotë se nuk e dua Blake-un." Lidhja e saj e shumë përfolur me burrin ishte gjatë gjithë kohës në qendër të vëmendjes për shkak të kontroversalitetit dhe bëmave të tyre. Fakti që Amy pranoi që ishte edhe biseksuale, sigurisht që e bëri jetën e saj personale edhe më shumë interesante sesa muzika e saj. Drew Barrymore.
Në shumë intervista në vitin 2000, aktoria Drew Barrymore ishte shumë e hapur për seksualitetin e saj. A më pëlqejnë femrat seksualisht? Sigurisht që më pëlqejnë shumë. Unë e konsideroj veten time biseksuale. Është bukur të jesh me një femër dhe të eksplorosh trupin e saj. Kur kam qenë mere, shkoja me shumë femra. Më pëlqen pafund. Kështu shpreh Drew Barrymore. Interesante. Okej, rikthehemi në Gossip TV, ka një moment interesant tani i puntatës së sotme, sepse kemi InStyle apo jo? Ku ke të ftuar sot? Sot kam pasur Endrit Mërtiri, i cili unë personalisht nuk e sheh takova tani, kam takuar edhe më përpara, edhe e admiroj si njeri, si profesionist po, edhe më pëlqeu sepse foli për shumë gjëra të ndryshme, për arritjet e tij që ka bërë deri në këtë moshë, por për më shumë e ndjekim. Mirë se erdhëm në InStyle. Sot jam për kram me Endrit Mërtirin, fotografi i njohur i cili për vitesh zbukuron kopertinat e revistave shqiptare. Si fillim faleminderit për kohën, sepse e di që ke një agjendë shumë të ngarkuar. Faleminderit ty për ftesën dhe të urimin për emision. Faleminderit shumë. Me çfarë je duke u marrë aktualisht? Foto mëngjes, foto drek, foto darkë, kaq. Talenti që ke ti është i trashëguar nga prindërit e tu? IMM ka qenë edhe është artiste në shpirt, ajo që e re këndonte, vallëzonte, ka pasur shpirtin artistik shumë të zhvilluar dhe ka kultivuar gjitha të gjërat tek mua. Kur merresh me fotografi mode që çfarë revista të huaja, tregu nuk ishte as pak i përgatitur për këtë gjë, dhe ajo ishte një dëshirë ime në ajër. Të gjithë njerëzit, përfshirë timat, vllajën tim, njerëzit e afërt thonin që çfarë bën ky njeri, domethënë tipet kjo është një gjë që nuk ka të ardhur, e kupton? Por duke qenë që kjo ishte gjë që unë doja, IMM nuk më priste kurrë për asgjë. Edhe tani kemi ardhur në këtë pikën që okej. Edhe ja ku jemi sot, thoj. Si diti. Cila është eksperienca jote e parë që ka ngelur akoma? E parë. Fillimisht kam filluar në fakt, kjo është një histori shumë fani. Ka qenë një revistë për adoleshentë, ka filluar më përpara. Dhe na merrnin nga shkollat për një konkurs për adoleshentë. Edhe sigurisht që mua pëlqente shumë kjo të shifja reklamat si bëheshin, dritat si vinin, si ndërtoheshin setet. Bëhet fjalë shumë vite përpara, ku neve vetëm televizor mund të shihnim rezultatin përfundimtar dhe mua më duke që wow, në gjitha gjëja që bëheshin mbrapa ishte lindë pa fjalë. Dhe aty filloi dëshira më tepër për të bërë foto sa për të qenë pjesë e spotave, pasi le zbulojmë një sekret tu. Kur kam qenë 14 vjeç, edhe pak më i vogël, brenda 2 viteve kam qenë imazh për shumë kompani publicitare të ndryshme. Seriozisht? Po. Edhe kështu filloi le të themi dëshira për të qenë ekran, po nga mbrapa, jo përpara kamerave. Duke qenë që je një person shumë i kërkuar në fushën tënde, je selektiv me personat të cilët punon? Është mirë, domethënë pa kaluar limitet, domethënë që ti jesh me gjithë korrekt. Pasi janë për shembull shumë raste që më kanë ndihmuar fillimet e mia, që ndoshta mua tani nuk më interesojnë, nëse i marr në këtë ide, por që nuk mund të harrosh dot se kush ishin ata që të danë dorën kur askush nuk ishte, kështu që dashur pa dashur mundohem që të mbaj me të gjithë marrëdhëniet, dhe mundohem që të gjithëve sa ka mundësi të mbajë punë. Një nga projektet tua, të cilën unë personalisht kam adhuruar, sepse është kujdesur me çdo detaje, është bashkëpunimi që ke bërë me Dolce & Gabbana. Si ka lindur ai bashkëpunim? Daton diku rreth 3 vite më parë fillimin në fakt, ku unë kisha një servis me 6 vajza, diçka ka qenë për një revistë, dhe ajo ka qenë fotoja e parë, fotoja hyrëse, ku më kisha zgjedhur disa postane, motive kishe që ato kishin. Dhe ishte një ditë kot duke ndërtur. Unë nuk bëja kur tag, për shembull, veshjet cili dizajner i ka bërë. Dhe më thot dikush, shikon, se ti këto puna që bën, duhet ja bësh tag Blue Girl, Blue Marine, kur bën, ose po, që të shpërndahet, po. Çdo gjë, domethënë kur ti ke bëj, sepse aty del mund të, edhe më thoya gjithmonë që po sipër po si, ata kanë miliona ndjekës, do tani të merren me mua, dhe kisha të gjën të postur kokën time. Një ditë kot e fillova dhe ka qenë kjo foto, madje para fare që bëj tag. Dhe diku mbas një javë pastaj
shoh disa like shurriesh dhe follow që Stefan nuk kishte bërë follow dhe kishte bërë follow të like. Edhe isha kështu. Që ndodhi edhe për shifja dhe në që ka ndodhi. Ky ka qenë fillimi. Aty filluan pastaj që stetet merreshin dhe më seriozisht prej tyre. Unë pata të takimin e parë me ta, ku prezantova pastaj gjithë bukën tim që kisha bërë kaq me foto. Edhe seti që bëra i fundit rezultoi shumë i pëlqyer prej tyre në fakt dhe video. Në nuk të vjes bëra asnjë pushim, ama gjitha kohën që të bëja këtë setin. Që me sëra fjalla duke bërë part 2, pjesën e 2 të këtij seti. Si shkon? Ka shkuar shumë mirë, tani jemi në post-produksion. Nëse nuk gaboj, para disa ditësh ka pasur ditëlindje Stefano Cabana. Edhe mori urime nga gjithë bota. Çfarë vura re është që fotoa tënde ka qenë vetëm që u ripostua nga Instagrami vet. Ishte moment shumë i bukur, vërtet, pasi ishin ashtu siç edhe ti qindra njerëz që kishin postuar foto me të dhe kishin falendëruar për eksperiencat edhe për mundësitë. Komenti im ndoshta ishte shumë i vërtet dhe shumë i ndjerë, pasi realisht ai ka qenë një muzë e madhe, një great music që unë kam shkruar. Dhe ishte edhe për mua ishte emocion shumë i madh, pasi përveç fotos me mamin e vet dhe me Domenico dhe me njerëzit që ai ka qenë duke ngrënë darkën, Ana Del Russa. Fotoja direkt pas tyre ishte fotoja ime që postuat, sigurisht ngele pa fjalë, ishte diçka shumë e bukur. Dhe është kënaqësi shumë e madhe që ja uroj gjithë njerëzve ta përjetojnë si moment. Çfarë do bëjmë tani? Është unë të tregoj disa foto të cilat janë postuar nga ty në Instagramin jot. Ndoshta janë pak të vjetra. Nëse nuk i ke bezditë, në thuash historinë brapa fotos. Okej, nëse ato kanë një të tillë. Po, nëse kanë një histori. Për shembull, të gjitha kanë në fakt. Kështu që le të shpresoj që ke zgjedhur në një që ka goxha historinë brapa. Është kjo foto me Elena Lika, e cila është shumë e bukur. Cila? Kjo ka goxha histori, okej. Ka qenë për të bërë një fushat publicitare, një dizajnerit në Kosovë dhe temperaturat, nëse them të ulta, është pak. Atje ka qenë vdekje. E di them vdekje, dhe thënë ajo duhet të zhvisheshe, duhet të kishte këmbët në ujë, ajo që shifni juve, edhe duhet bënte edhe si e bukur. Kupton? Ndërkohë që ishte duke vdekje. E duke vdekje. Dhe janë 2 herë i rrotulluar kështu kolla e tak nuk put. Edhe duhet të vazhdonte setin pas të ishin duke rreth 10 veshje, dhe kjo ka qenë një nga historitë e saj më të dhimbshme. E pastaj thonë që puna e modeles është shumë e kollajshme. Absolutisht, ja. Kush e sheh vërtet se çfarë bëhet, domethënë e kuptojnë që nuk është ajo që kollahet. Pastaj një foto tjetër shumë e bukur. Është kjo këtu. Seti më Agnesën. Ky seti, në fakt i nisur nga Tirana, duhet ta realizonim brenda ditës në Prishtinë. Edhe ne na u desh niseshim atje dhe asgjë nuk ishte ashtu siç ishte menduar në fakt. Edhe unë isha kështu që heca makina dhe isha tipit like çfarë do bëjmë tani, çfarë do bëj se ishte drita e limituar. Edhe përveç asaj ishte problemi tjetër që s'kishim asgjë, kishim disa veshje, por që ishin shumë modeste le të them, dhe me cilat do të sajonim gjithë kohës, më lart, vër poshtë dhe na sjelltes. Përveç kësajt, më mbahet mend që kishte një vil dikush aty përballë dhe kishte varur, siç varin specat që i thanë, dhe qepët. Ishte një flak, zoni më shuar. Edhe i themi, të lutem do na i hedhësh pak nga sipër. Për një foto, edhe i kthejmë. Ajo nuk i tham të fare për çfarë donim, i tham se na duhet për diçka. Edhe ajo shumë e çuditshme, na e hodhi specat nga lart, na zbriti, pastaj pak më vonë shkuam e morëm edhe qepët. Edhe shkuam edhe në dyqan aty që morëm ato bukë të famshme të fotoja. Edhe seti në fund u pëlqye shumë. Por shumë bukur, shumë i veçantë. Për të shkuar deri aty ka qenë goxha i gjatë. Që ngim kënaq. Po, do të edhe këto. Pastaj është kjo foto, e cila është një bashkëpunim shumë i bukur. Mere i Strefis dhe Elena, që janë si motra binjake me flokë të ndryshme. Ky seti fakt është bërë për Veldrin Saiti në Prishtinë, ka qenë 2 ditë fotografim. Ditën e dytë nuk e di çfarë ndodhi, diçka mungonte modelja që do ishte, ndoshta më duket do ishte motra tjetër e erës dhe nërës, nuk e mbaj mend saktë, duhet ishin 3 veta mbaj mend, dhe nuk e di çfarë ndodhi dhe nuk ishin, dhe Elena nuk kishte ardhur me mua kot për qef, për një xhiro në Prishtinë.
Edhe ishte ideja Valdrinit thotë, po sikur ta bëjmë një foto kështu treshe diçka. Dhe pjesa tjetër ishte komplet tipet shumë skeptike, sepse të dyja motrat i strefis, mos marrën shumë pompoze dhe shumë komplet struktura të ndryshme, por çuditërisht ato përveç se bën ca foto treshe fantastike, patën dhe disa dyshe shumë bukura Elena me herë. Po, sigurisht që dalë shumë e veçantë. Që kanë komentuar të njëra tjetrës Hello Sister, se duken si motre. Kombinimi është shumë i bukur. Po, janë këto rast pra të pamenduara mirë, por që dalin fotografi pastaj që bëhen më. Aty ky ka qenë një ndër tyre, një prej tyre. Pastaj është kjo këtu. Fotot me Aurelien Capri. Këto kanë qenë foto që kemi bërë në Capri. Duket shumë e bukur si foto, Shumë e bukur si foto, pra e shketa ka vuetur pafund aty, sepse varkat e vogla, se Elena duhet pastaj një varkë e vogël si puna kësaj, për të thënë atë idenë e mesdheut e të vintage, po. Nuk mundesh dot as të rrish i përqendruar që vesh vetëm në një vend as me celular, pasi të ndodh ajo gjë që ndodh ndonjëherë në makinë që të zë. Edhe ajo ka qenë gjithë ato herë duke marrë mendja keq dhe vinte ajo shumë përzier. Do të thënë ajo ka qenë duke vdekur, edhe unë i tha, edhe pak rri aty se mbarum edhe këtë. Edhe vetëm prisha nga momenti kur tak të binte brenda. Edhe foton në fund sa dalën shumë bukur. E Caprit, e ngjyrat e Caprit, kështu që një tjetër e cila është realisht shumë e bukur edhe shumë e veçantë, do karakterizoja sërish, është kjo këtu. Kjo foto ka qenë foto e fundit e setit, mbas ka qenë 30 veshje. Kanë qenë 4 vajza modele dhe shumica foto kanë qenë grup. Dhe nga fundi mbaj mend që disa veshje që nuk përdoren në foto të grup që nuk na duken mirë në fillim, mbetën tele dhe tham hajde po fotografojmë tjenë si foto. Dhe në momentin që apo pozonte aty, vjen një tuf me dele, po tufa ishte masive, edhe realisht duke pozu trembaj shumë sepse i shkuan mes për mes dhe delet e unë tremba nga një, kurse ato vajtën gjitha kështu. Dhe është vetë një foto që ajo do më thënë ndëjti dhe pastaj ishim prapë ato që vinin nga mbrapa dhe s'pozonte dot më sepse ishte shumë e çuditshme lesia. Këtu realisht duket shumë e lirshëm. Aty duket shumë e lirshëm, pastaj ishte momenti që okay, ato hikën mbrapa dhe po pozonte për 2-3 sekondë. Momenti që ato po vinin prapë te, pastaj tha ai kujtit unë le më kaq. Pastaj këtu është kjo. Kjo është një foto dhe mija më të mirë, të paktën shumë më pëlqen më shumë, pasi është shumë e bukur. Kjo fotoja, jo ka histori, por ka super histori. Ndodhi me në Capri aty, në një Tarancë hoteli, dhe Tarancat aty janë pakta shumë si në Mykonos, janë Tarancat në formë kupola, që shumë, do thënë, gati pa qëndrueshme. Dhe e para kjo fotoja është bërë ditën që ne po iknem, deri nëse ngeli pishman një veshje, edhe thamë ta bëj dhe këtë. Edhe lam si bisedë që okej, do thënë, ke po më ndonë kështu, po s'do bëhet. Dhe mua më vjen diçka të më tundë në hotel kështu në 4 natës, që të Dorina që thotë që si ti bëj flokë. E kishte marrë seriozisht. Edhe që duke thënë, tash po dhe sa të foto në ta bëj, tha ka vdekë ai muhabet. Edhe po më qeshë 2 herë që pastaj u çova, se pash që kishte shumë seriozisht normalisht edhe unë jam i punës dhe kemi shkuar në set lartë dhe të dyja ato fotot kanë ngelur si foto më të bukura të atij seti dhe kur mendoj dhe historinë që është bërë për këtë foto të jam më fan. Dhe për më tepër ka qenë taka 15 pond në atë kupolën. E ke parasysh? Po, e kam parasysh. Dhe kemi qenë unë në një kupol tjetër, ajo në një kupol tjetër. Dhe nëse dikush ja bën neve një foto, do ishte foto më çesharake. Duhet të ekzistojë edhe një person i tretë besoj kur bën shooting. Patjetër. Po kam përshtypjen në ato orë që bëjmë neve këto, nuk të vjen njëri. Nuk të vjen njëri. Rikthehemi në Gossip TV, ishte interesante biseda me Endrit Martirin, apo jo? Po, interesante dhe ishte vetëm pjesa e parë. Vetëm pjesa e parë, se pas pak do vite pjesa e dytë me fotografin e njohur tashmë Endrit Martirin, ka vite që merret me fotografi, po duket se së fundmi po bën bume. Po, dhe besoj që do vazhdoj për shumë akoma vite, jo brenda për brenda, jam e bindur për këtë. Edhe unë jam i bindur, ju urojmë fat gjithsesi, pas pak ndjekim edhe gjërat e tjera që ka për të thënë për InStyle, ndër të tjera ka ardhur një moment
Që nuk e di se si mund ta përcaktoj, nëse është i çuditshëm, është interesant, është i shëmtuar. Është i sikletshëm, mund të jetë. Unë ashtu e perceptova. Ka shumë epitete që unë realisht mund ta quaj, ja, sigurisht që. Okej, ndoshta ka edhe shumë njerëz tipit që kur e pan than bravo, po kështu është. Okej, që mos bëjmë të vështirë për njerëzit, unë them e ndjekim insertin, edhe kthehemi pas pak me komente. Ti shpjegoj fëmijëve që janë këtu në sallë, pak të tuar, që shohin me interes se si zhvilloi kjo koreografi. Tango është gjithmonë më bukur kur kërcehet midis një vajze dhe një djali. Mos harroni këtë. Besoj që do kemi një koment interesant nga paneli. Unë e bazuar nga një histori e Robertit, që teksa dy çiftet kur orzuar ishin në një darkë me njëri tjetrin, historia u zhvillua se ky numër që sapo pam. Ajo që ne pyesim vetëm pse duhet të bëjmë një jetë normale kur kemi delikatesën dekadente, kur kemi këtë lloj situate të mrekullueshme që bën balerinët. Albinako dhe Roberta Lia mund zgjidhë çdo kohë ta vallëzojnë tango të dy bashkë, është e pranueshme, nuk e gjykojmë, por është gjithmonë më bukur ta kërcesh me Valbonën ose me Alketën për shembull. Për këtë s'ka diskutim. Prapë citoj, artisti, krijuesi do të jetë gjithmonë një hap para shoqërisë. Nëse neve ngelimi tradicional, jemi jashtë funksionit bona. Ti shijoje si një interpretim, janë gjëra që ndodhin. Dashuria s'njeh mosh, ngjyrë dhe gjini. Po, me atë teori, vazhdo. Rregull. Shiko, tango është bërë për të kursyer midis një vajze dhe një djali dhe për këtë s'ka asnjë dyshim. Një burrë dhe një grua e kërcen një tango dhe i ka hija ashtu siç duhet. Gjithçka tjetër të mos na e sillni juve tani dhe na e trumbetoni brenda gjinisë së tangos, sikur është përsosmëria vet e natyrës. Se e kuptuam çfarë doni thoshe dhe çfarë doja të thoja. Jo, sigurisht atyre do t'ju jap 10 sepse e meritojnë pa ato sikletin që ke vënë, edhe për sikletin që ke vënë ti. Se me borën e di që Albani. Jo, nuk ka siklet, nuk duhet jemi siklet, kjo është art. Për Albanin e dha shpikët. Kështu që nuk mund t'jepja maksimumin te femra. Po ha njerë, ty shikojmë të dyve bashkë. Ja, çfarë është graviteti midis një burri dhe një gruaje. Ka lezet, kënaqësi estetike kur e shikon. Sensualitet. Atraksion. Kimi. Elegancë. Kështu e ka bërë natyra Roberta Liaj. Të përsosur. Unë një pyetje kam, si fillim. Nga momenti që nuk janë dakord me këtë që del, pse prezantojnë? Të lutem, është e përsosur. Kjo është natyra. Kjo është natyra. Shiko, bravo i qoftë, domethënë unë ndjem shumë mirë që për pak do vi 2017-a dhe ndjem mirë që kemi personazhe si Alketa, që jep një mesazh jo vetëm sensibilizues, po jep një mesazh edukues, edukativ do thoja, të gjithë njerëzve. Ose mungesës e edukimit, sepse tani unë e perceptova si mungesë edukimit atë që tha. Pse? Ose çaj lesbike ti më? Shiko, me sa di unë nuk jam, por jam në dijenit e tipit që gjithë njerëzit ka një tendencë për të dy sekset. Na e shpive nuk mund të dëgjoj kështu gjëra në televizor. Disa njerëz kanë tendencë më shumë te pjesa e mashkullit, disa njerëz te pjesa është histori e cila është ka shumë vite. Ti e kupton që na dëgjojnë fëmijëve? Na dëgjojnë fëmijë. Dhe natyra ka krijuar fëmijë ta dëgjoj këtë edhe të pranoj veten e vet për atë që është, sesa të dëgjoj Alketën thoj, jo, duhet të kem turp për këtë. Ti do të kuptosh që një mashkull dhe një femër është elegancë. Është elegancë. Është pasion. Po. Është natyrë. Edhe nuk është e bukur ta ndonjë gjë tjetër.
Na i shpifën. Ti djegësh inshallah. Ti djegësh më gjithë, po çfarë janë këto gay këto unë si marr vesh, ë? Se si ta kjo Valbona, po çfarë këto gjëra ata na i shpifën? Gjëra turpi një herë ti çali burrë dhe bën. Njërë, nuk e kuptoj dot. Si se përshtypi njëra të tjetrin. Okej, nuk e di nëse Alketa apo Valbona kanë folur seriozisht ku kanë folur aty, se mund të jetë pjesë e skriptit, ë? Jam duke Por do doja të thoya që nëse unë do flitet seriozisht, tani do ishte gjë shumë e keqe kam përshtypjen që ose diçka shumë e shëmtuar. Ndoshta shumë e shëmtuar. Ishte tepër shëmtuar, nuk kam fjalë të përshkruar, domethënë se sa e shëmtuar ishte kjo gjë që unë sapo pash ose që kur pash në televizor. Më vjen shumë turp që ka akoma njerëz që dalin në televizor dhe kanë një mikrofon dhe kanë të drejtën e fjalës, si të edukojnë jo vetëm një brez të ri, po edhe shumë njerëz të tjerë, gjithë Shqipërinë mbar që i shikon. Aq më tepër flasin për emra që kanë vite që bëjnë televizion. Është shumë turp, sinqerisht, që të dilni dhe të flisni jeni homofobik mbi të gjitha, që homofobia është diçka që ta vendet dënohet. Po, edhe me studimet, njerëzit që janë homofobik, janë vetë sepse kanë atë frikën mos jenë vetë. Gjithsesi unë nuk jam duke thënë që ndoshta janë jo fare, thjesht nga momenti që të shikojnë fëmijë të mbëdhenj, mirë do ishte çdo person të përnanojë veten e vet siç është, edhe njerëzit afër. Nga momenti që ai personi nëse është të nuk të prek. Ti ta kam burin shtëpiun tha, s'merrem me kështu gjëra. E tmerrshme. Gjithsesi. Okej, kalojmë në një vend tjetër po ashtu? Në një vend tjetër. I lëm pas Alketën me këto. Flori ç'a bën? Flori mirë është, nuk ka qenë ta shpirin fakt kohët e fundit, se kam parë që pastaj poston statuse melankolike dhe është bërë çiksi shumë i çuditshëm këto kohë, nuk e dim nëse ka nga fakti që Është artist, po nuk dim nëse ka nga fakti që është larguar Elvana Gjata nga Tridocat, kështu thon botat paktën, se s'kan fakte. Po thuhet që Elvana nuk është më pjesë e grupit të tyre, pra, që bashkëpunojnë njëri tjetrin. Flori duket se nuk i ka ardhur mirë nga kjo gjë dhe poston pastaj statuse që kanë përmbajtje goxha të rëndë emocionale, do thuash ti që ama mos e Çdo ja ku dekot ai. Ai në fakt ka përjetuar diçka tjetër, jo detyrimisht do të lidhet me Elvanën. Ndoshta dhe ka marrë për sipër që të nxjerrë një tjetër foto në Instagram Flori, që ka marrë disa statuse që ka bërë ndër vite. Kështu që ka mbledhur gjithë vitet dhe ka thënë njerëz unë gjatë gjithë kohës bëj kështu statuse, nuk është se po e bëj për të parë dhe po thoni që çka ka Flori që ç'a po ndodh. Gjithsesi, unë mendoj që diçka ka këtu. Shiko, ndoshta edhe ka ndodhur diçka sepse okay, jemi njerëz edhe ata kanë qenë në një lidhje, pastaj kanë qenë duke bashkëpunuar për diçka edhe normalisht këto gjëra ndërthyren. Edhe ndërthuren. Po, më falni. Jo detyrimisht çfarë del nga ajo është diçka pozitive, po njerëzit mësojnë, ndoshta janë ndarë, ndoshta nuk bashkëpunojnë më, po. Okej. Nëse bëj fjalë për dy emra të mëdhenj të muzikës shqiptare, kështu që unë shpresoj shumë që Flori dhe Elvana të jenë prapë bashkë, qoftë ku diun se si kanë qenë po edhe në muzikë, sepse vërtet që sjellin vetëm hite. Okej, lëm pas Florin dhe Elvana sepse mirë do jetë, nuk i gjen gjë po, ha. Jemi tek një tjetër histori dashurie shumë e bukur që unë mezi po presa shoh të filmin, sepse akoma nuk ka dalë. Më pëlqen titulli La La Land. La La Land. La La Land. Është një musical shumë interesant, ne kemi backstage sot, e ndjekim tek tema. Lezvetshëm, ha? Po, më pëlqen shumë kjo këngë. Hajde çopë se një. Okej, në kohë që Sara do bëhet gati për të kërcyer, sepse shumë ta heqi partecion e saj. Se vetëm partecion ka vesh sot. Është meratshme. Do ndiqim pjesën e dytë të intervistës me Endrit Mortirin, do të themi pas pak nga InStyle. Si fundmi, lash këtë foto, e cila është nga shooting e fundit që ke bërë në Paris. Te kjo gëzja histori. Në fakt është një foto tjetër, katërshe, po nga kryqëzimi në vend, po, që aty rruga është shumë ngushtë. Aty është vetëm një semafor që i tregon makinave nga çojnë dhe nga vinë dhe ka vije të bardha, po që aty nuk qëndrojnë dot njerëz sepse është një trotuar ku vetëm mund 3 njerëz të rrjedhë paralelisht, domethënë 3 veta maksimum për të kaluar nga krau tjetër. Dhe të foto e teke ishte shumë vështirë, po kur të më vështirë të teke, më qenë që më të katërshe, që atë duhet hapëshim pak, kishim qikë distancë nga njëra aty, dhe makina stalonin dhe vinin. Dhe shumë herë, 2 nga vajzave që kanë qenë anash, Oriola ka pasin pelerin gjatë dhe nga kraut tjetër ka qenë Alesja, mbrapa Elenës që dilë të bishtë, makina që kalonin i mernin ato, i kapnin komplet tyllin edhe pjesën e fundit fustanit. Dhe mua më duke që kështu prit kur për merë njërë në dhejtë makina. Të me thënë, ke pjesa shumë e bukur, e përnetëm që pjesa se si bëhet sete, shumë herë më e bukur se sa që në shopin fund. Në Milano çfarë bëte? Po, si ishte i projekt? Milano është një projekt që neve bëm me vajzat, në fustanin muserie. Kemi fotografuar në zonat më karakteristike, ashtu si që bëm dhe në Paris.
Është shumë bukur fotografosh jashtë, pasi unë kam shumë qef natyrën edhe të fotografoj outdoor, jo në studio. Po gjithashtu besoj është akoma më e vështirë. Është më e vështirë sepse nuk i ke shumë gjëra, nuk i ke shumë kushte, por madhështia e vendeve, në Milano, në katedrale, në brenda në galerinë, është ajo gjë që ke shumë njerëz të shohin edhe do thënë janë nuk e një fotograf, janë 1000 fotografë që fotografojnë pafund. Projekti i cili u realizua në Milano, kur të dalë? Pritet të dalë nga dita e ditë. Është fotografit kanë mbaruar, po presim që të mbarojë dhe post-produksioni e videove. Më pëlqen që të kem gjithmonë edhe një video bashkangjitur me projektin si foto. Planet e tua për të ardhmen, si janë? Unë së para shkruaj plane shumë fikse, sigurisht që dëshira ime është e ditur edhe unë kam një ambicie që më shtyn gjithkohës të jem duke punuar fort. Kam disa projekte shumë të mira edhe të mëdha që mezi u presoj të tregoj gjithëve, por që nuk duhet të bëj publike përpara, pasi thënë se është stres. Jo, më mirë realizoj, pastaj flasim. Më vjen mirë që janë 2-3 gjëra shumë të mira që nga punuar gjithë të vite që ato erdhën dhe pastaj pas tyre mendoj që çdo gjë do ndryshoj edhe më shumë. Shumë bukur, realisht na bëhet shumë qefi dhe suksese. Ne mezi po i presim sepse me çdo foto jep një ndjesi shumë të veçantë dhe ne jemi duke kënaqur të shikojmë. Çdo fotografi të ketë diçka ndryshe, dua që njerëzit të updatetohen dhe jo vetëm ne shohim Instagramet e fotografëve të huaj ose dizajnerët e huaj, po pse jo mos të kemi edhe neve, pasi në Shqipëri ka shumë talente qoftë në fotografi, qoftë në çdo gjë tjetër, në dizajn, kudo. Dhe pse jo, mos tregojmë dhe neve që ne dim të jemi mjaft mirë, pra duke u konkuruar dhe me sigurisht po. Në Shqipëri kanë qenë disa emra prototipa, edhe që flasin vetëm me ironi për talentet e reja, kanë atë attitudin shumë negativ, kanë bërë fotografi të ndryshme përveç fotografisë fashion dhe unë kam qenë shumë i gjykuar në fillimet e mia, pasi unë isha le të themi ndër të vetmi që shifja këto revistat dhe mundosha të bëja fashion, edhe tani po bëjnë gjithë fashion, atë dhe ata vetë. Kështu që është mirë, thotë një shprehje, kur mos e gjykoj atë gjë që ti nuk e kupton. Edhe është mirë që ti diçka nëse nuk e kupton, ti mos e kupto, po mos e hidh poshtë. Dhe më vjen mirë, siç e thashë më përpara, që sa vjen edhe fotografët në Shqipëri po shtohen, niveli i punës po rritet, duke bërë të konkurojnë me revistat e huaja. Unë shoh shumë fotografë, punët e tyre janë pa fjalë, shumë të mira. Unë realisht besoj që ekziston vend për çdo person, edhe çfarë kam vënë nga ty është që ti saporton talentet e reja, me komente, me like, është një support shumë me mënyrë më kollajshme. Edhe unë e kam kaluar vetë të pjesën që askush nuk ka suportuar nga kolegët. Edhe është thjesht shakot sepse dikush nëse është i talentuar, ai do ta tregojë veten e vet, njerëzit do ta pëlqejnë dhe nuk ka nevojë fundja për kolegët. Prandaj kjo gjë ndryshon asgjë, kështu që vetëm një fjalë e mirë, it's okay. Nuk kuston asnjë gjë. Nuk kuston asgjë tjetër, edhe në tjetrën kohë, përveç se nuk kuston asgjë, si e thua ose nuk e thua të fjalë të mirë ose të keqe, ti nuk ndryshon asgjë. Dhe ke plot talente që po shkëlqejnë, sepse talenti shkëlqen nuk ka nevojë për komentin tim, të tjetrit apo të tjetrit. Ajo është thjesht në vazhdimsi. Është mirë që të gjithë me njëri tjetrin të kenë një aura të mirë edhe të kenë një good vibes, të kenë energji të mirë, pasi në fund fare që mbetet është kjo. Sepse kush është më mirë dhe kush më keq, për mua nuk ka, thjesht disa njerëz bëjnë disa gjëra, disa gjëra të tjera, disa përshtaten me një gjë, disa me diçka tjetër. Kam përshtypjen që nuk ka fotograf të mirë dhe fotograf të këqij. Ka fotograf të ndryshëm. Ne gjithë jemi ndryshe dhe prandaj gjithë secili ka ato territoret e veta, llojin e fotografisë të tij, gjërat e tjera. Njerëzit gjithmonë flasin, kanë një koment negativ, edhe çfarë kam vënë re është që zakonisht komente negative vijnë nga njerëzit që nuk dedikojnë kaq shumë punës, edhe kanë më shumë kohë të shikojnë të tjerit. Nëse ti je dedikuar në atë që po bën, s'ke kohë realisht të merresh me të tjerët. As ti shohësh, as ti komentosh, as më tepër ti komentosh. Kështu që ashtu si edhe fjalët e tepërta i përkasin njerëzve të cilët nuk punojnë dhe
merr me diçka që nuk është në interesin tim apo tënd që punoj një sesi më gjithë ditën. Fiks. Shumë faleminderit. Realisht shumë faleminderit, suksese. Faleminderit, edhe ty. Ne do shihim sërish të njëjtën tjetër. Rikthehemi në Gossip TV, ishim me InStyle. Lezetshëm. Po. S'kam çfarë të them fare. Po, u kënaqem, mund të them që është një nga intervistat me të cilin u kënaqe sepse nuk e ndjeva fare që ishte intervistë. U edukohesha më shumë sepse më inspiroi shumë për të ardhmen, edhe faleminderit. Bukur shumë, është mirë të inspirohesh për të ardhmen me Ndritin. Okej, jemi tek një tjetër moment shumë interesant tani, tek Albi, që është kolegu jon i dashur që her pas here vjen me një report, nuk dim ku është sot, po për më tepër e ndjekim. Tonë se performancat e saj në Tiranë janë të rralla, Samantha Caravello ja del gjithmonë të na surprizoj. Ajo sonte ftuar speciale në Lollipop së bashku me DJ-n e saj besnik Eri D. Vetëm ty po du me t'pase ti ai që kam dash për her e ke marrë të zemrën tem. Samantha, performancat e tua në Tiranë janë të rralla, le të themi, sepse preferon më tepër të performosh jashtë. Në Tiranë janë të rralla, sigurisht ftesa ka shumë në Tiranë, nuk diskutohet që kryeqyteti, unë jam gocë Tirane dhe normalisht njerëzit këtu më duan, por dëshira ime është gjithmonë të dalë sa më rrallë në Tiranë, dhe kështu që daljet pastaj kanë edhe më shumë impakt, sikurse edhe sot që shoh shumë njerëz që kanë ardhur dhe i falenderoj shumë dhe uroj që të jetë një mbrëmje sa më e bukur. Çdo këngë që ti nxjerr ka nga një tekst ngacmues, ka një fabël ngacmues, kështu që bëhen kurioz njerëz, dore, por ka e ka Samantha tashmë atë këngën e re? Sepse si ai është pak deklarat pak e rëndësishme. Është një lidhje kështu si në tentativë, domethënë është një këngë pak më lovely, është një dedikim me pak fjalë dhe që momentin që e nisa, në fakt në fillim fillova duke shkruar një tekst tjetër për tjetër dhe thash, ndoshta duhet bëjmë pak më lovely këtë kohë se ndoshta kam marrënuar më shumë te pjesa e singlave e njerëzve single. Samantha sapo thaj që është single, kështu që o burra përvishun një mëngët edhe gati. Samantha përveç punës, sepse ajo është një pjesë e jotja e përditshme, ti bën edhe ca pushime her pas here. Ne të kemi parë që ikën në New York shpesh. Ishën 2 javë, të konsiderueshme, pushova, fakti që të isha shumë larg nga Shqipëria, normalisht arrita që të marr atë pauzën e mjaftueshme për të larguar pak nga realiteti jon, nga zhurmat, nga fjalët, nga gjithçka. Edhe normalisht kam ardhur tani e frymzuar për të punuar projekt tjetër mbas si ai. Sweet Escape. Yep. Samantha, përveç si ai, i cili nuk ka shumë çka dalë, do të ketë single tjerë? Do ketë single dhe bashkëpunime, kështu që mos e kenë merak bashkëpunime. Bashkëpunime do t'jenë me femra, me meshkuj, se kjo na intereson pak. Fillimisht, pastaj me femra. Është reper i njohur, është artist, balat. Shumë i njohur edhe i pëlqyer. Okej, ne e presim me padurim, në fakt, si çdo projekt tëndin, duke të uruar shumë suksese. Faleminderit shumë, faleminderit dhe juve, edhe big love. Okej, rikthehemi në studio për herë të fundit për sot, pasi ka ardhur momenti që t'i themi mirupafshim, sepse gjithçka që ne përgatitëm ishte kjo. Folëm sot për The Weeknd, për Victoria's Secret, Bella Hadid me shoqe, nga natyra Alketa dhe Vera Grabocka me bëmën e radhës. Okej, po bëjmë përsëritje tani se njerëzit mund ta shohin. Ku mund ta shohin njerëzit këtë prapë? Mund të shikojnë sigurisht në YouTube, ku mund të shikojnë pastaj edhe InStyle-in, interview, keni çdo gjë aty, pastaj për lajmet më të fundit kemi Instagramin, kemi Facebookun, mund të klikoni aty lart, një like, nuk kushton asnjë gjë, pastaj një follow. Pa lekë janë gjitha. Pa lekë. Kështu që na ndiqni pra gjithandej, kudo në rrjetet sociale, na bëhet të qef her pas here. Kështu që, okej, çfarë mund të themi? Ka një moment shumë interesant tani, mezi po e prisja ditën sot. Momenti më i bukur i mbrëmjes. Pse?
Po hiqe tani, hajde, hiqe. Hiqe, hajde. Okej, ndërkohë që Sara bëhet gati për ta hequr, të shijoj vetëm unë sepse juve nuk do keni mundësi ta shijoni, se duhet paguani lek për ta parë Sarën nudo. Kështu që do kemi mund të të çunat, që do janë shumë lumtur. Ja, po thjesht do filloj të Do ulohem. lozim, do lozim në veçanë. Do filloj të ulohem.